Përshëndetje nga Pogradeci, nga vendlindja ime. Gjithmonë në rrugtimin tim, sa herë që vi në Tiranë, bëj një ndalesë këtu tek ish turizmi, siç i thoshim, për një pushim të vogël. Dhe sot dua të ndaj me ju diçka që mbase nuk e dinit akoma. Çdo shpirt zgjedh të lindin në një vend sepse ka një, si të thuash, një mision, një detyrë për të kryer. Por në të njëjtën kohë, ai shpirt ka një ditë, ka një vit që mund të largohet nga vendi që është lindur për të bërë misionin e tij. Dhe këtë kam bërë dhe unë. Deri në moshën 26 vjeçe jetonja në Shqipëri dhe kam prej 30 vjetëve që jetoj në Greqi. Dhe kjo mund të duket në ditën e lindjes. Në qoftë se ty të ndodhin bllokime në jetën tënde dhe disa gjëra nuk të shkojnë mirë, do të thotë që mbase ti ke kaluar atë kohën që duhet të largohesh nga vendi jot, të bëj një shkëputje dhe të kthehesh përsëri, ashtu si kam bërë dhe unë që vi prapë për tek rrënjtë e mia. Në qoftë se do ta mësosh këtë, mund ta mësosh vetëm me ditën e lindjes. Prandaj, për të gjithë ju që më thoni, kemi bllokime të ndryshme në anën financiare dhe me punën, me partnerin, çdo gjë bëhet për një gjë, nuk bëhet kështu thjesht fare. Prandaj, në qoftë se do të mësosh këto dhe shumë informacione të tjera, mund të më shkruash në Viber, Telegram dhe në WhatsApp tek telefoni 0030 699 321 4637. Do t'jap dhe një pamje këtu për të gjithë ju bashkëdhetarë që mund të jeni nga Pogradeci, ju ka marrë madh, dhe për juve që e adhuroni Pogradecin shumë. Dhe tani është në kohën e bearit, është shumë bukur dhe shumë freskët. Ju dua shumë, ju fres dhe në Tiranë, të gjithë ju që kemi për të takuar nga afër. Përshëndetje. Dhe një pamje pak e vogël, malithatë. Të gjithë. Akullore këtu tek Irena, që i mbani te komiteti kurshitik, të gjitha këto. Gëzohem kur shikoj që ndryshon Shqipëria, ka pastërti, mirëmbajtje, gjithçka. Takohemi në Tiranë.